Si e përcaktoni konservatizmin dhe si e shihni bashkëveprimin e tij me idetë moderne? Shiqo, është kriju një farlloj bindje se çdo gjë e vjetër është e keqe dhe çdo gjë e re është e mirë. A kupton? Edhe ne, jo çdo gjë që është e vjetër mendojmë që është e dobishme dhe do të ruhet. Ne kemi këto vlerat tona, të cilat burojnë prej familjeve tona. Çfarë synojmë? Synojmë një familje çfarë ka pas baba yt, çfarë ka pas gjyshi yt, jo diçka tjetër. Nëse se dikush tash del edhe shan familjen e babës vet, familjen e gjyshit vet. Pastaj, prej këtij modernizmi, globalizmi synon që të shkatroj atë që është individuale, që të shkatroj atë që është e kombit, t'i bëj njerëzit një. I intereson konsumi, i intereson fitimi, që në fund të gjithë të jenë konsumator të asaj çka ju serviret. A ne do t'i ruajmë këto vlera tona, se në fund kur gjithë janë në krizë, kanë me u kthy te vetja atyre. A kupton? Nesër me dështu Bashkimi Evropian, Franca i rikthen kufit e vet, Gjermania i rikthen kufit e vet, Spanja i rikthen kufit e vet. E ne, të cilët, domethënë, nuk dëshirojmë me rujt asgjë, që me krenari kemi tregu se po, unë jam shqiptar, musliman, nëse është musliman, këto janë vlerat e mia. Gjitha këto, e tash, nëse i humb këto vlera, mbet pa identitet. Nuk din se kush je. Në atë moment se kur nuk din kush je, atëherë nuk është më rëndësi më ku përfundon. Po, valla.